Pra nëse dëshironi që të pastroni kristalet tuaja, ju duhet thjesht Palo Santo. Mjafton që ta ndisni. Dhe më pas të bëni një lëvizje në krahun orar të kristaleve në tymin që ajo lëshon. Mund t'i mbani kristalet sa të dëshironi, derisa ju ta ndjeni se kristali është pastruar plotësisht. Më pas kalojmë te kristali tjetër, sigurohuni që tymi ta përfshi të gjithë kristalin, pra ta prek të gjithë kristalin. Mund të mendoni apo të vizualizoni që kristali po pastrohet nga energjitë negative apo thjesht po bëhet gati për të punuar sërish me ju. Ky ishte procesi.